Problematika e pensionit ushqimor të papaguar është trajtuar jo pak herë në Stop. Për këtë herë, Alfred Trimi është drejtuar në redaksin ton për mënyrën e ekzekutimit të vendimit të gjykatës nga përmbaruesi gjyqësor. Në vitin 2018 kam zgjidhur martesën dhe më shtaktuar një pension ushqimor për fëmijë dhe Sa do të ishte pensioni ushqimor që do të paguaje? 200.000 lekë vjetra. Dhe e kam paguar për ca vite rregullisht. Në vitin 2020, e mbrapa që filloi pandemia, patëm probleme me biznesin, dhe që nga ai moment nuk e kam rimarr veten ende. Personi në fjalë që kemi zgjidhur martesën, drejtohet një përmbaruesi privat, Elvin Hoxha, fillon të bëjë një ekzekutim me pronat e luajshme, që s'u mor fare me to. Që ishin? Makina dhe një motor. Ndërkohë futet tek dyqani një pronë e paluajtshme që e mbikalon vlerën që bëhet fjalë për ekzekutim. Sa ka shkuar vlera e pensionit ushqimor që do të paguar? Ky sot është 7.391.000 lekë të vjetra, me gjithë tarifat e këtij brenda. Dyqani është blerë në vitin para 10 vitesh është blerë 35 milion lekë. E lash të bëj 3 ankanda, nuk e bëra fare ankimim, nuk e shiti. Heq dorë me pronë, heq sekuestron shtëpinë. Që shtëpia e 10 fishon 15 fishon vlerën që bëhet fjalë. Unë kisha edhe një garazh që e mbulonte 2 fish shpimin. Me atë s'u mor fare dhe një ditë bukur zotëria thotë nuk e di që ke garazh. E ka mesazhin, u ja ku e ke pronën, garazhin shit dhe garazhin s'ta përgjigje, nuk s'ta përgjigje zotëria. U drejtova gjykatës, derisa solli një vendim që kishte rrëzuar te dhoma këshillimit kërkesën për ndalimin e veprimeve përmërimore që kërkova unë. Gjyqtarja po thotë, e kemi shtypur në shtator, se kishte avokatën gjë pa qef. Po deri në shtator, e kam sot se kam nesër shtëpinë. Vërtet është mundë ndjerës. E këta duhet ta marrin për një cop, për një kafshat bukur. Ka mundësi të heqë sekuestrin e shtëpisë. Vazhdoj të shesi ato të tjerat. Mos po them mos të shesi. Po jo, do jesh shtëpinë. Po fëmijët nesër ku do rrinë? Por cila është procedura që ndjek një përmbarues gjyqësor për ekzekutimin e një vendimi gjykate për të marrë pensionin ushqimor? Në rastin që përmbaruesi ka një dosje për ekzekutimin e një debie, pavarësisht është pension ushqimor apo çdo lloj debie tjetër, kur shumat janë si në rastin konkret që ju jeni duke drejtuar për një shumë prej 6 milion lekësh të vjetra, atëherë përmbaruesi gjyqësor duhet filloj procedurën e kërkimit të bankave nëse debitori ka lek apo jo, të marrë informacion dhe pastaj të vendosë sekuestro nëse ka. Në të kundërt, nëse bankat nuk e përmbushin detyrimin ose përmbushin pjesërisht, atëherë përmbaruesi gjyqësor i drejtohet me kërkesë ASHK-s për evidentimin e të gjitha pronave të debitorit. Ka raste që debitorët vinë dhe vetë ofrohen duke prur një prej pronave, siç është në rastin tuaj, një garazh i cili në Tiranë vlerat e garazheve dje shkojnë nga 15, 20 edhe deri në 80.000 euro. Pra një garazh i vetë ofruar nga debitorit do ishte mundësia më e mirë për të filluar një ankand, për shkak se detyra e përmbaruesit gjyqësor është të sigurojë një proces të ndershëm, të mbledhë lekët e kreditorit të kryej procesin përmbarimor, por mos të dëmtoj edhe debitorin dhe ta trajtoj dhe me të drejtat barabarta. Pra një garazh që është mbi 20.000 euro e plotëson këtë detyrim.